Në qendrën komunitare dhe shkollën speciale të Korçës u zhvillua një aktivitet sensibilizues me rastin e 3 dhjetorit, ditës ndërkombëtare të personave me aftësi të kufizuara, ku morën pjesë fëmijë, prindër, mësues, profesionistë të fushës dhe përfaqësues institucional. Ky takim kishte për qëllim promovimin e gjithëpërfshirjes, forcimin e mbështetjes sociale dhe ndërgjegjësimin për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara. Kjo ditë nuk është thjesht një shenjë në kalendar, por është një ditë të thirrje për reflektim, për bashkëpunim dhe për mbështetje për këta persona, të cilët zënë një vend të rëndësishëm në shoqëri dhe na tregojnë që në fakt një shoqëri e fortë ndërtohet mbi bazën e barazisë, mbi bazën e gjithëpërfshirjes. Shoqëria jo sot është sensibilizuar dhe ne i kemi dalë në përfundimin që të gjitha familjet tona duhet të jenë në ndihmën të këtyre familjeve. Ajo që unë dua të përmend sot është që në këtë shkollë, pikërisht në ambientin e kësaj shkolle, është një shkollë e cila është rikonstruktuar në vitin 2020, kemi mësues ndihmës, të cilët ju vinë në ndihmë këtyre fëmijëve dhe atë që unë dua të jap sot lajmin e mirë është që në këtë shkollë ne do mundësojmë dhe transportin e këtyre fëmijëve me aftësi të kufizuar. Ky aktivitet shërbeu për të dhënë mesazhe solidariteti dhe shprese, duke rikujtuar se respekti, ndjeshmëria dhe gjithëpërfshirja mbeten vlerat kryesore për një shoqëri më të drejtë e më humane.